Rikthimi i kopjeve të librave të gjendjes civile nga ana e Serbisë në komunën e Gjilanit natyrisht që ka qenë një lajm i mirë për qytetarët, por edhe për zyrtarët e kësaj administrate. Tani pas disa kohësh i pyetur për problemet që janë shfaqur, sa i përket përputhjes së të dhënave në kopje që Gjilanit janë kthyer nga Serbia dhe librave që gjenden në administratë, ushtruesi i detyrës së shefit të administratës Ardian Foniqi ka thënë se ka pasur shumë raste që nuk janë përputhur të dhënat dhe në bazë të një urdhërese administrative me kërkesë të palëve është bërë dhe harmonizimi i dokumenteve, duke shtuar se vetëm në 6 mujorin e parë të vitit 2014 janë marrë 999 vendime. Me rastin e aplikimit të qytetarëve për dokumentet e gjendjes civile, ne zyrtari i gjendjes civile ka për obligim që të bëj verifikimin e librave të Kosovës, e të cilat kanë qenë në Serbi dhe janë rikthyer në Kosovë, dhe librat të rishkrume të pas luftës. Në momentin që hasim në ndryshime, ne jemi të obliguar të bëjmë harmonizimin e të dhënave të qytetarit në bazë të vendimit. Këto e kemi të rregulluar me udhëzim administrativ, është udhëzimi administrativ për korrigjim dhe plotësimin të dhënave të regjistrave të gjendjes civile, është udhëzimi administrativ 01 për 2012. Janë gjithsej 999 vendime që janë nxjerrur për korrigjimin e emrit apo mbiemrit. Këtë e kemi zhvilluar procedurat ligjore, e kemi bërë krahasimin e të dy librave dhe në bazë i na bazuar të dy librat edhe kemi bërë korrigjimin e qytetarit. Procedura nuk ka zgjatur shumë, edhe pse është aspekt ligjor 30 ditë, ne qytetarëve ja kemi rregulluar, domethënë të dhënat brenda 5 minuta, 10 minuta apo një ditë. Ndërkaq Foniqi ka folur dhe për problemin që paraqitet me banorët e Luginës, ku me këtë rast ju ka bërë thirrje legjislaturës së re, por edhe qeverisë së re që pritet të formohet, që t'i miratojnë ligj që këtyre banorëve, të cilët prej 15 viteve jetojnë në Kosovë, të mundësohet pajisja me dokumente të Kosovës. Unë personalisht me drejtorin kemi ngrit këtë çështje dhe shfrytëzoj rastin përmes televizionit juaj kërkoj nga qeveria e Republikës së Kosovës e ardhshme e reja që t'i propozoj Parlamentit të Kosovës ndryshimin e ligjit mbi shtetësi dhe kërkoj edhe nga deputetët e Anamoravës që ta ngritin zërin për këta qytetarë, sepse këta qytetarë nuk posedojnë asnjë dokument identifikimi dhe që do të ishte e mirë na lehtësoj punën neve si shërbimi i gjendjes civile, t'i pajisim këta qytetarë me dokumenta, por do të ishte edhe një punë shumë e madhe për këta qytetarë që tash e 15 vite jetojnë në komunën e Gjilanit dhe nuk kanë kunifar dokument identifikimi. Ndërsa zyrtari Hajrush Ismaili është ndalur konkretisht tek certifikatat e martesës, duke thënë se kanë probleme me qytetarët, të cilët në varësi të komunës së Gjilanit kanë vërë kuror në Vraj apo Bujanovës, pasi që sa ai këto kanë qenë zyra paralele dhe nuk u njihet e drejta e kurorzimit në Gjilan, duke shtuar se zyrtarët e gjendjes civile me durim po shpjegojnë procedurat që qytetarët duhet të ndjekin. Qytetarët e Kosovës që kanë dashur ta realizojnë ndonjë drejt botën e jashtme, ka lidhje kunor në Serbi, do thonë në Bujanovë, në Vroj, në emën komunës Gjilanit apo ndonjë qytet tjetër të Kosovës, që në Serbi e kanë mos si sistem paralel. Edhe tash kemi udhëzim administrativ të cilët që ato martesa nuk i pranojnë, është shumë e logjikshme që s'pranohen, se është sistem paralel. Por kur është sistem paralel që ligjvënësit tonë nuk i kanë definu. Sistem paralel është ajo që është bën në emën të komunës Gjilanit, ato që janë lidhë në emën në Vraj apo në Bujanovës, ato nuk mundet se qytetarët pësojnë, se dy kunora nuk mund më lidhë. Zyrtari Arbenita Kryezio e pyetur se si e menaxhojnë situatën në rastin kur qytetarët irritohen para sportelit të zyrtarëve, është shprehur se të gjithë zyrtarët janë të përkushtuar në shërbim të qytetarëve dhe se me durim dhe qetësi mundohen që t'i sqarojnë qytetarët për procedurat. Duhet më ballafaqim me qytetarin, edhe pse ka raste që janë mirë, ka raste që ka shumë keq, edhe tash që janë kthy këtu libra tjera, po me rëndësi po ballafaqohemi me ta, me kalu.
këtë problemet. Munomi në atë mënyrën tonë mi qetësu pak, mi a spjegu pak rastin që shka ardhe këto, që shka mujtë me ndodhë, ka raste që edhe për spitalit ka ardhë statistikat gavim, në ata shtive që kemi qkru me në libra dhe do mi a spjegu palës që qështu është, qështu ka ardhë, qështu mundet me ardhen, mu kompletu landa, mu bu ndryshime, mu këty në gjendjen të cilën po done. Ndërkaq, sipas zyrtarëve të administratës së Gjilanit, sfidat në administrat janë të mëdha, por se ata gjithmonë janë në shërbim të qytetarëve për çdo paqartësi që ata kanë.